Për këta fëmijë, mëngjesi nis me energji dhe entuziazëm. Por dita e tyre nuk është asnjëherë e njëjtë. Kjo për faktin se çdo herë në qendrën krijuesi të vegjël, ata pritën me aktivitete nga më të ndryshmet përgjatë javës. Përmes plan programeve javore, fëmijët pësojnë zhvillimin e duhur që i nevojitet përmes argëtimit dhe socializimit me njëri tjetrin. Qepje, punim nga druri, argjil, punim me pluhur artizanal, shkencë dhe teatr janë vetëm disa prej aktiviteteve kreative që këta fëmijë po realizojnë. Kjo qendër edukative brenda qytetit të Ferizajt përdor metoda dhe aktivitete të ndryshme, duke aplikuar edhe mënyra të sistemit japonez për fëmijët e moshës deri në 8 vjeç. Themeluesja e kësaj qendre krenare Qerkini thotë se ideja e themelimit të kësaj qendre ka qenë që fëmijët t'i mbajmë sa më larg botës virtuale. Qendra e krijuesit të vegjël është një hapësirë ku fëmijët mësojnë përmes krijimtarisë, përmes punës praktike dhe përmes eksperiencës direkte. Qendra jonë është ndërtuar mbi idenë që fëmijët më së shumti dhe më së miri zhvillohen përmes së qendrit sa më aktiv, përmes punës dhe krijimeve që ata i bojnë me duart e tyre, edhe njëkohësisht domethënë procesin e nxënjes ta bëjmë përmes lojës, përmes argëtimit dhe përmes eksperimit. Si ka lindë është ideja e themelimit të krijuesve të vegjël, nuk ka qenë rastësishme, patjetër, duke qenë se në Kosovë faktikisht fëmijët ndoshta si opsione të vetme të qëndrimit jashtë shtëpive të tyre kanë kufsht dhe kanë hapësirat me lodra. Në Kosovë faktikisht na dim që ka fare pak ose edhe fare qendra të tilla, hapësira të tilla ku faktikisht fëmijët mësojnë dhe zhvillojnë inteligjencën e tyre përmes aktiviteteve të tilla që ne i zhvillojmë në qendrën tonë. Edhe ndoshta arsyeja pse më ka mua bëni gjatë të tillë dhe shumë për të tjerë është pikërisht nevoja e domosdoshme, nevoja që është rritur te fundet për me u marrë sa më shumë zhvillimin e inteligjencës së fëmijës, duke qenë se jemi duke jetuar në një kohë që e dim që e kemi krijuar një varësi shumë të jashtëzakonshme sa përket teknologjisë, edhe përdorimi i tij për të saj normalisht që po shkakton shumë dëme tek zhvillimi i fëmijës. Qerkini shpjegon se si përmes këtyre metodave të sistemit japonez mund të shtyjnë fëmijët që të merren më shumë me aktivitetet që ua ndriçojnë mendjen, nxisin kurreshtjen, përqendrimin e vetbesimin. Kjo qendër e ka një filozofi pak më të veçantë, ndoshta që dallon edhe prej qendrave pak a shumë të njëjta në vende të tjera, e që është pikërisht aplikimi i filozofisë së sistemit japonez, edukimit japonez. Pse kemi aplikuar apo pse kemi përshtafuar domethënë si ide, është për shkak të kontekstit dhe konceptet që e mbartë në vete. Pra, sistemi i edukimit japonez ka të bëjë atë për me atë që e zhvillon fëmijën karakterin e fëmijës prej moshës së hershme. Faktikisht në Kosovë ndoshta nuk është që e kemi shumë nuk e shohim si diçka shumë të rëndësishme dhe esenciale domethënë për pjesë, faktikisht ne e dimë që zhvillimi i fëmijës fillon prej një moshë shumë të hershme. Edhe zhvillimi i karakterit të fëmijës po ashtu fillon në moshë shumë të hershme. Edhe përmes aplikimit të sistemit disa elementeve të sistemit të edukimit japonez, fëmiu këtu mëson më tepër për pjesën e koncentrimit, pjesën e përqendrimit, pjesën e formimit të karakterit tash edhe më herët, pjesën e krijimit të disiplinë pozitive, pjesën e ndjenjes e krijimit të ndjenjes të përgjegjësisë të produkteve të aktiviteteve që i zhvillon në fëmija këto. Mandej është pjesa e vetbesimit fatit të çuar në fund. Ajo ka treguar se sa i rëndësishëm është rrugtimi deri në arritjen e procesit final, teksa shton se sa krenar janë fëmijët me veten kur krijojnë diçka të tyrën me anë të mjeteve që përdoren në këtë qendër. Pjesa e vetbesimit të tyre, edhe pjesa e idesë që unë po krijoj diçka prej fillimit deri në fund, domethënë vetëm me duart e mia. Këtu vjen ndjeka që edhe puna edukatorëve që është e jashtëzakonshme, më tepër e kanë pjesën e udhëzuesve. Domethënë nuk është që e marrë dhe krijojnë ndoshta një produkt që ata s'ka mund fëmia me kriju tash gjatë ditës, por është thjesht e udhëzuar sepse çka do të thotë ai produkt, në rëndësi është të jetë tamam punë e pastër e fëmijës. Siç thotë Qerkini, kjo qendër mundohet që të krijojë një shtëpi të dytë për fëmijët, në mënyrë që ata të mos mendojnë që po shkojnë në shkollë, por të ju duket që po shkojnë të luajnë.
Pra ideja është na po dona kur vinë fëmijët tek qendra krijuese e vegjël, mos marrim me diçka okay, po shkojmë në një shkollë tjetër edhe të jam tash domethënë 3 ashtu mbas rregullave që përcaktohen në ato shkolla edhe të mos dihet shumë rehat ndoshta. Po dëshirojmë që fëmia kur vjen këtu me shiu çdo moment që e kalon këtu, edhe ndoshta pa vedinë ti duke shiu, duke argëtu, ai zhvillon aspekti apo të saj. Përveç kësaj, kjo qendër po synon që fëmijëve të apërçoj mesazhin që profesionet nuk kategorizohen në bazë të gjinisë. Na që kemi dashur me arrit me fëmijët tonë është që asnjëherë mos me i potrovizuar ndoshta edhe disa nga aktivitetet pavarësisht gjinisë. E kemi për shembull rastin edhe të çepës, ndoshta deri vonë është po më shumë çepja si profesion është femëror ose diçka e tillë, por fatikisht na tentojnë që e bë përcimin e gjinive, domethënë herë me shkojt, herë femra domethënë punojnë, herë me çepje, herë me argjil, herë me dru, ndoshta edhe pjesën e drunit është pak interesante apo një vajzë e cila punon domethënë me aktivitetin me dru, domethënë ku janë një produkt i fillimit deri në fund. Asnjëherë nuk kemi dashur domethënë me thonë okay, je vajzë re tek çepja ose je vajzë vetëm në aktivitet tjetër, po kemi dashur me përfshirë më shumë, me pas ato përfshirje të barabartë domethënë gjinore në për aktivitete duke lënë me kuptuar se fatikisht të dy gjenit mund të bëjnë çfarë do që dëshirojnë në krahas sa kombinacion me vajzën e tij, një gjatë të tillë. Krijuesit e vegjël premtojnë shumë për të ardhmen e tyre. Me argjil jam të ndrejqë edhe jam të ndrejqë kam i shtin të lullë që të kam i ndrejqë të kam i shtin edhe tane Po me lullë? Po. Kur e lidhëm këto tani do të me lidhë edhe këto, tana edhe këto, tana këto ka drita edhe shkyllet. Unë jam të punu me lopsën 3D. Unë jam të po materialet me ngjyra fluturën. Ja e kemi punu fanen, e kena bo një arull. Unë jam Manuela edhe mu më pëlqen shumë e çepi. Qendra Krijuesit e vegjël zhvillon punën nga hëna në të shtunën prej orës 10 deri në orën 18 dhe çdo fëmijë mund të shkojë, të luajë, të argëtohet dhe të mësojë deri në 4 orë brenda ditës. Të vegjlit, të veshur me kostume të personazheve artistike të preferuara, ditën e mbyllen me një skenë teatrale plot ngjyra, program ky që ka synim të përgatitur për të ardhmen, që kur të flasin para masës të kenë vetbesim.